Dua të shkoj te psikologu, dua të shkoj te psikiatri, kam shumë stres sot, e kam nisur stresin që kur dola nga shtëpia, në fakt janë disa prej fjalëve që për fat keq na shoqërojnë në përditshmërinë tonë. Edhe nëse nuk i themi vet, dëgjojmë një njerëz të dashur, një mik, një të afërm që na thot situata të tilla, që shëndeti mendor është një problematik, nuk është as e re as e panjohur në kohën që jetojmë. Dhe duket sikur mjeku psikiatër është njeriu më i fuqishëm që njohim. Është ai njeri tek i cili mund të themi çdo gjë dhe ai na jep zgjidhje. Por çfarë ndodh me këtë njeri kur ka dhe ai momentet e tij të vështira? Çfarë ndodh me një mjeke psikiatre, shumë e njohur, shumë e famshme? Por në një moment caktuar ka thyerjen e saj të brendshme. Në fakt ajo i ka kaluar momente të tilla. Dhe për çudi është po aq e ngrohtë dhe po aq e kthjellët sa përpara se t'i ndodhë një ngjarje jo të mirë në jetën e saj. Fillojmë. Arina Areli, mirë se erdhe. Mirë se u gjej për herë të dytë Për herë të dytë podcast. në podcastin thuaj. Edhe je e mbar. Je e mbar. Shumë më thonë në fakt dhe besoj të ato ëngjëjt e mi që vinë edhe më thonë doktoresh je mirë, po je dhe e mbar shumë. Më pëlqen ta dëgjoj, se si. Janë të dyja të vërteta. Je e mbar për mua, për këtë podcast, për ecurinë e ti, por je dhe e mirë dhe këtë e di në rrafsh personal. Megjithatë, unë e nisa hyrjen pak ndryshe me ty, sepse emri jot hyn tek ajo listë psikiatrësh, psikologësh, njerëz të shëndetit mendor që nëse ke ndonjë problem, edhe me njëra tjetrën si shoqe mund të thuash që bëj këtë, pastaj thua di si është puna, shko te Ariana Areli edhe mblidh mendjen. Se ti ke hyrë tani në këtë komunikimin tonë përditshëm, ti besoj e di këtë. Faleminderit, e di, përderisa jetojmë në këto kohra dhe unë kam zgjedhur të bëj këtë që me sa duket e bëj dhe shumë mirë, se më pëlqen. E di që mund të jem fjala e përditshme diku. Sa vjet ke? Sa vjet ke në këtë profesion? Unë kam mbaruar në 91-shin mjekësinë e përgjithshme, pastaj jam specializuar 92-96 në psikiatri. Pastaj kam bërë edhe 3 vite të tjera në La Sapienza të Romës, kështu që në profesion po arri 29 vjet, që nuk jam pak, domethënë. 29 vjet. Për t'u krenuar me atë shprehjen që latini thot mjeku zgjidhet të vjetër. Sepse është eksperiencë, është e gjitha një eksperiencë që të siguron të jep shumë më tepër si me thënë, kapacitet për ta nuhatur, intuituar atë gjën që me cilën ti përballesh çdo ditë dhe që deri diku të lehtëson vendimmarrjen. Pavarësisht që hera herës bëhet e vështirë kjo vendimmarrja. Megjithatë, kur ka qenë ose e mban mend pacientin e parë apo njeriu e parë që ka ardhur për të kërkuar një këshill të shëndetit mendor apo që ka pat një patologji apo? Të them një këshill do ishte shumë përpara 29 viteve, sepse atëherë ishte një tabu. Ishte kaq tabu se edhe të afërmit e mi kur unë bëra këtë zgjedhje mbetën të shtangur dhe menduan që unë vetë kam probleme që dua t'i zgjidh. Përmes profesionit. Përmes profesionit dhe kështu që duke qenë se ishte një tabu për këshillim, nuk ma i bënd këtë ardhur dikush, sepse ne nga natyra duhet vi veza pa të shkosh te mjeku. Aq më tepër te psikiatri që përpiqemi e shtym dhe në ditët e sotme. Jo më atëherë kur stigma ka qenë shumë herë më tepër. Gjithsesi rastin e parë e mbaj mend. Ai ishte një skizofren i cili nuk jeton më dhe kishte një familje shumë të mirë dhe suportive, kishte një grua që nuk ju nda deri në ditët e fundit të jetës dhe prandaj ai ishte goxha i mirëmbajtur në të tërën e vet. Dhe e mbaj mend bisedën që për mua ishte konflikti i parë i brendshëm. Pra unë po përballem me një skizofren. Vallë kshu është skizofreni, sepse vija nga një eksperiencë spitalore. Dhe në spital ishte ndryshe. Kështu që ai është pacienti i parë i imi, kur unë fillova punë
një qendër komunitare të shëndetit mendor, ashtu siç mbaj mend shumë mirë suportin e koleges time të mrekullueshme Hysnia Shorva, e cila si një e re me pak eksperiencë, pa diskutim që ishte mbështetja, ishte cepi i syrit për të marrë vendimin që kishte të bënte me jetën e një njeriu. E kuptoj. Kanë kaluar shumë vite që nga i pacienti parë që ti e mban mend në fakt, edhe mban mend dhe familjen që e ka mbështetur, edhe në fakt që rastet që të vinë sot, si hyn familja? Është më mbështetëse apo janë të lodhura familjet? Si është raporti e njeriu që ka hall edhe i familjes që gjendet dhe në kurth në fakt familja? Do ta mbështesi apo? Jo, është vërtet e para gjendet ende e pa përgatitur. Shpesh thonë që s'na ka rënë ndonjëherë ky lloj problemi dhe s'ditëm ku të shkojmë, pavarësisht që sistemi i referimit funksionon nga mjeku i familjes dhe në vazhdim te specialisti, po gjithsesi jeme të panjohurën, sepse vetë psikiatria si deg është shkencë e enigmës dhe të panjohurës, siç përgjithsisht mjekësia, por duke qenë se është truri, ai që prodhon emocion, mendim, të cilin nëse ti nuk e percepton ashtu siç tjetri e tregon, po varet si e tregon. Është një enigmë e vërtet. Familjarët gjenden përpara kësaj të panjohur dhe të papriture. Gjithsesi, duke qenë se jemi ende një familje që e suportojmë njëri tjetrin, që jemi protektiv deri diku, ende mbështetës, ende them, sepse kohrat po vinë që po bëhemi gjithnjë më individualist, për shkaqe nga më të ndryshmet. Ne shohim që suportojnë mirë familjarët, suportojnë mirë deri në një pikë, ku pastaj ezaurohen. Nuk është që e lëshojnë pastaj në rënje të lirë këtë familjarin e tyre, por duket që ka ardhur një kosto dhe te ata. Sa shpesh herë themi që do t'i vi radha dhe këtij familjarit, sepse është përjetim. Pra, një njeri me këtë problematik rrezikon të smuri edhe familjarin e tij. Tani, do thoja të smuri është fjalë e madhe, por një prekje emocionale patjetër që po. Do ta ketë familjari sado të përdori mekanizmat e tij mbrojtës. Sado ky familjar të përpiqet që të selektoj kohën e vet apo asistencën e vet në raport me të afërmin e tij. Por nëse e ke një fëmijë, nëse e ke një vlla, një motër, një nën, një baba, është rrethi i ngushtë familjar i yti, i cili të përcakton dhe detyrimin tënd moral, ku ti sado të gjesh arsye brenda vetes, përsëri do ta gjesh kohën ose mendja jote do qëndrojë. Detyrim moral unë e kuptoj. Po sa i aftë ti, më sa kapacitet ke të gjendesh, se mund të ketë njerëz që se kanë as maturinë emocionale, e ndoshta ndonjëherë në vend ndihmojnë bëjnë dëm. Me vërtet. Se mund t'ju rinë afër me kohë fizike, po bëjnë diçka në një moment caktuar që bëjnë dëm. Si është ky raport? Dhe jo vetëm kjo, domethënë, sepse patjetër që sot në kohën e informacionit, secili nga ne kërkon, domethënë, të gjejë nëse ka qasjen gjithmonë, nëse ka dhe kohën, sepse koha është bërë armikja e shumicës prej nesh. Vërtet. Po do dhe asistencë familjare, se shërbimet në shëndet mendor janë disi të kushtueshme, duke filluar që nga psikoterapia e deri ke medikamentet. Kështu që kërkon një lloj kapaciteti në të gjitha këto që ne cekëm, domethënë se po t'i hymë gjejmë dhe gjëra tjera. Por ky sistemi i informacionit që është sot, boll që të kesh dëshirën e mirë, po që të gjesh edhe qetësinë brenda teje. Më duket sikur po flas utopi tani. Sepse të gjithë po jetojmë një kohë shumë frenetike. Ku minimalisht na duhet të përcaktojmë prioritete
të cilat na duhen për të mbijetuar ne vetë. Pastaj, ajo kohë që mbetet për këtë familjar i cili e do ndihmën tënde, ka nevojë për ndihmën tënde, mund ta bëj keq këtë të afërmi, i cili nuk mund t'ja japi me gjithë dëshirën e vetë të mirë. Dhe nëse është më i mirë i mundshëm për ta dhënë këtë ndihmë. E qartë. Dhe zakonisht më i mirë i mundshëm që ka kapacitete vërtet dhe emocionale dhe suportive dhe intelektuale, është ai që diku tjetër i kërkojnë këto kapacitete dhe duhet t'i shfrytëzojë për nevojat primare të vetat. Do t'i shesi këto kapacitete të fitoj të ardhurat që të ketë mbijetesën. Dhe kështu je në për vete për familjen. Në një rreth ku vështirë të përcaktosh prioritetin për ndihmën që duhet t'i japësh këtij familjari.